Çfarë po ndodh me pushimet mjekësore të punësuarve në institucionet shtetërore? Kohë të fundit kishim një aksion më masiv për kontrollin e këtyre pushimeve mjekësore dhe në disa vende edhe pse pak u konstatuan parregullsi. Sa pushime mjekësore janë hapur vetëm këtë muaj? Informacionet për pushimet e hapura mjekësore i ka sistemi, i kemi, mirë po nuk mund të japim numër të sakt për shkak se ai numër ndryshon. A ka evidencë Fondi për Sigurim Shëndetësor sa prej tyre janë reale dhe sa dyshohet se janë fiktive? Përderisa nuk na bëhet kërkesë, neve nuk mund të shohim. Si funksionon kontrolli i pushimeve mjekësore? Ne bëjmë kontrollet tona sipas planit vjetor, sipas planeve mujore, mirë po nuk hasim çdo herë në parregullsi. A ka alarm për keq përdorime të shumta të pushimeve mjekësore në institucione të ndryshme dhe nëse po, ku konkretisht? Nuk mund të thuhet se ka alarm, por a është dukuri, zotëri Lemani? Nuk ka sistem perfekt asnjëherë. Sa para dyshohet se po keq përdoren përmes këtyre pushimeve? Rastin konkret nuk mund të thuhet çashtu. Shkaku se kur flasim për pushimet mjekësore të konkretisht të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është një fenomen, është një dykuri që vetëm ata edhe Ministria e Armata, ashtu, vetëm ata i paguajnë pushimet mjekësore në bazë të marrëveshjeve tyre kolektive 100%. Po kush duhet të mbajë përgjegjësi në këto raste? Përgjegjësia është konform ligjit. Domethënë, mund të mbajë përgjegjësi punëdhënësi, mund të mbajë fondi, ajo është çështje individuale. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 jep drejtori i sektorit për komunikim në Fondin e Sigurimit Shëndetësor Irfan Limani. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.